Pas një periudhe jo të mirë, këto tre shenja të zodiakut do të kenë përfitime të mëdha. Demi. Për Demin, periudha e fundit ka qenë e mbushur me pasiguri dhe ndryshime, por situata po fillon të stabilizohet. Sipas parashikimeve, kjo shenjë pritet të shohë rezultate konkrete nga përpjekje të mëparshme, si në aspektin financiar ashtu edhe në atë emocional, duke rikthyer ndjesinë e sigurisë. Gaforia ka kaluar një fazë të thellë reflektimi dhe pjekuri emocionale. Tani pritet një periudhë lehtë me mundësi të reja në karrierë dhe forcim të vetbesimit. Gjithashtu nuk përjashtohen zhvillime pozitive në jetën personale dhe marrëdhënie. Luani. Për Luanin, kreativiteti dhe nevoja për shprehje po rikthehen fuqishëm pas një periudhe kufizimesh. Kjo shenjë po hyn në një fazë më dinamike me mundësi për avancim profesional dhe njohje më të madhe, duke I dhënë më shumë hapësirë për të marrë rolin udhëheqës.